e të gjitha atyre që pristin konkluzionet e saj, kjo filozofe e madhe doli me përfundimin se kemi të bëjmë me banalitetin e të keqes apo të keqen banale. Pra, si pas saj, në rast në këti burokratit gjelat, nuk ishte një monster, po ishte një njeri që nuk mendonte. Ishte një automat që zbatonte urdhrat si të vinin. Dhe ndaj Ana Arendt la si trashëgimi filozofike të saj doktrinën e të keqes banale. E keni të shkruajtur se ti nga ju në balë. Ja, po të lexoj unë në ballet tuja, lexoj e keqja banale. Me të cilë ju, në mënyrë të verbër, mbështesni korrupsionin, bëj shtylla të sistemit të gjakpirjes qytetarëve. Ju blokoni heqjen e imunitetit një njeriu që të paktën 1.2 miliard me këto dosje gjerë tani me patronin e saj ja u ka vjedhur shqiptarëve. Çfarë thot Arendt janë personazhet e të keqes banale? Njerëz që nuk mendojnë. Kaq thot. Automat që nuk mendojnë, nuk ndjejnë përgjegjësi. Tu bëj një pyetje, a jeni secili për jush njeri për i tyre tani në këtë moment që mbroni Lubi Ballukun? Si u duket vetja juaj? Ju kërkojnë të lexoni. Sa të dilni nga kjo seancë të keqen banale dhe të shihni se si jeni prototipi i saj. Po si ka mundësi, po që të lidh ty që të mori të futi të nxori po të gjithët nga partia. Të mos ngresh zërin tani. Mirë kjo tjetra që kjo ja ka farë shpirtin dreqit, s'kam të them për te, po ju tjerat që bëj avokatës saj. A ja kuptoni ju çdo thot të blokoni imunitetin e një njeriu? A ja kuptoni ju çdo thot të përdorni imunitetin si mburoj për vjedhjen e shqiptarëve? A mendoni ju se çfarë zemërimi revolte të jashtëzakonshme krijoni tek qytetarët që mezi mbyllin ditën për kafshat në gojës, mezi mbyllin muajin që mbys blejnë do të ilaçet e tyre, që vdesin në spitale si ja u vidh një ilaçet, një lloj si Tanardje, i vidh të ushtarët e plagosur të vrarë në Vaterlo. Çfarë jeni ju am ta apo jo? E keqja banale. Edhe një herë, si e pranoni ju këtë pozicion? Për ke? Ku është? S'është? Ja, ky është përfaqësuesi i saj. Ky këtu, mrapa, që del dhe i bën avokati ministrit, sepse ministri sëmbrohet dop. Po nëse i keni analfabet, mos i veni ministra. Po sigurisht, të duk ty se nuk foli mirë dhe dilje ti fisjen e mërti. Që është kjo, apo jo? A keni përgjegjësi ju, por na i vetës tuaj, na i familjeve tuaja, na i fëmijëve tuaj, na njerëzve tuaj.